të dashur miq, po takohemi edhe sonte bashkë në DTV Media. E sonte në thuhet kam kënaqësinë dhe nderin ta kem kolegen e nderuar Ardiana Dragusha, që vjen për herë të parë në thuhet për me ndarë shumë çka nga jeta private dhe ajo publike. Ardiana, mirë se erdhe dhe faleminderit që i the ftesës po. Lavi, mirë se të kom gjetë, faleminderit shumë ty që më ke ftuar dhe përshëndetje për krejt shikuestë e tu. E theksova dhe para emisionit edhe folëm edhe jashtë dritave televizionit, do me thonë një jetë e madhe në botën e televizionit. Qysh po doke me intervistu on tash? Është interesant me thonë drejtën Lavi se jem mësu gjithmonë të marrë... Me qenë rolje të kundërta në këtë rast. Po, interesant është se zakonisht kur I kemi dëgju për shembull dhe ma herët shumë figura publike kështu edhe të fushave të ndryshme që thonë bashkë kur më pyet nuk po m'bjen mend diçka për me theksu, thonë pse bashkë atë moment nuk po I kujtohet, por realisht po, sepse jemi mësuar ndoshta vetëm me bë pyetje pak më tepër, po është edhe kjo një ndjenjë veçantë sepse me një formë edhe për vetë faktin që më ke ftuar, unë e marr shumë vlerësim që dikush e përcjell punën, dikush ka dëshirë me njoftë edhe një anë tjetër përveç asaj profesionale, kështu që falenderoj shumë edhe uroj që kemi menduar atë çka ke dëshirë. Edhe për mua është kënaqësi shumë e madhe t'ju pa çdo ditë në ekran, nuk dim shumë për te jetës private. Edhe këtë pjesë po më bën përshtypje me të pyet po pse si ke nxjerr kur jetën jashtë dritave të televizionit. E ke marrë hermetikisht për veten tënde. Po, është ndoshta është strategji kjo? Me thonë drejtën e kam natyrë. Nuk është më shumë strategji, nuk është më tepër pjesë e natyrës tëme dhe për vetë faktin që ende unë e llogaris fillimi I karrierës, për shkak se gjithë ato vite ende vazhdoj me cilësi të tillë sepse duke I pa ndoshta edhe shumë personazhe të Lapi unë edhe më herët tash kur biseduam bashkë, ke dalë media shumë më herët se unë. Me emision ndoshta kemi dallim pak më tepër në vite, po për mënyrën se si ke lobu vazhdimisht me aktivizimin tënd që ke pas kundër bullizmit, atë kom djeg kështu më herët, kështu që tentoj me pas një bagazh shumë të madh që me pas një mundësi me dalë edhe me fol e me dhon, si me thon mesazhe të cilat I vlejnë ose I shërbejnë cilës do gjenerat. Nuk po them që me punën time s'kam mri me bë diçka, sepse nëse asgjë tjetër nuk mund temi, me profesionin mundemi me tregu shumë çka, shumë gjeneratave të reja që nesër ndoshta e synojnë edhe ata gazetarin, mundemi me I dhënë pak përvojë prej neve, po në aspektin profesional mendoj që personal në fakt mendoj që duhet me qenë pak më tepër, si me thon, më I rezervuar që me I dhonë ma shumë jehon anës tane profesionale. Ma ndej, nëse ti zgjedh personalin, ajo është diçka tjetër. Është se cilin zgjedhin e vetë. Si duket sonte ka qenë nata dhe momenti duhen për me dalë në thuhet, për me nda shumë çka nga jeta dhe profesioni dhe gjithë shka që ju e bëni edhe sot. Fillojmë dhe flasim mbi fëmijërinë tënde dikur, çka të kujton? Po Lapi, kur më the që me zgjedh disa prej fotografive, në start... Ndërkohë regjia na shoqëron me fotografitë të cilat ti kërkova. Po, në start I pata në mendime disa prej fotove që flasim pak edhe për paraqitjet e mahershme, ndoshta përveç këto si fëmijë që po I shohim në shkollë, po edhe ato kur jem paraqit para masës në shkollën fillore, gjë që automatikisht më ka lidh me atë që sot e bëj me shumë dashni të madhe, edhe pse edhe në bisedë më herët bashkë patëm që me të vërtetë televizionit konsumon është fakt sepse gjithmonë prodheme sipër, gjithmonë duhesh me mendu diçka të re, do një personazh që ndoshta më morale has audienca jon, varësisht sepse televizioni jemi bo shumë tash dorën zemër, edhe gjithmonë synoj me pas diçka më ekskluzive, po sido që tjetë, dashnia për profesionin, për televizionin të mban ndoshta me jetë gjatësi. Nesër çohesh mëngjes edhe thu, po më duket këtu e paska. Po jo, vazhdon tutje. Kjo besoj që I ka ndodhur shumë kolegëve tonë. Edhe unë edhe masi kom dalë me 2-3 projekte. Po, e nëse marr në tërësi, meqense se kemi edhe fotot për fëminin, e kam pasur një fëmijë të mirë, sikurse shumë njerëz të tjerë, gjithmonë me atë synimin që sa kemi pas ndonjë esej në shkollë ose ndonjë, si më thon, pyetje prej anës mësimdhënësve se cila do të jetë ëndra ose dëshira për me u bo, kur të kemi një moshë të caktuar që vendosim për profesion, atëherë ka qenë po, gazetaria. Nuk e kam ditë sa vështirë është, nuk e kam ditë sa jetë duhet me I dhonë për shembull, po, si do që tjetë, e kam pa me atë synin që po, du me pas një profesion që ka me më përmbush edhe me të vërtetë është e tillë. Nuk e them vetëm se jemi para kamerave, po, çohesh mëngjes sikurse dikush që ka një profesion jashtë paraqitjeve publike, edhe thjesht e din tashmë bëhet edhe rutinë, keme nis ditën tënde, unë jam pjesë e programit mëngjesit për ata shikues që nuk e din, e njëkohësisht e kam edhe një emision tjetër që quhet Jeta, përmes jetës tentojmë me nxjerr më tepër këtë vendin tonë të bukur edhe mrekullitë që na I kemi, e që zgjedhim ndonjëherë edhe personazhe përmes tyre me tregu se sa ja vlen me dashur vendin, me njoft vendin tonë para se me shku diku tjetër, edhe nëse e marr në tërësi, po, përmbushe me profesionin që e ushtroj. Shumë mirë.
Kthehemi tek familja sepse është një pjesë goxha e rëndësishme kur flasim për fëmirin. Çka kujton atë kohë, ç'e kujton fëmirin tonë dikur? Thash edhe ma herët, e qetë, e dashur që shje edhe sot edhe me të gjithë tjere? E qetë s'kisha me thonë. Kam qenë shumë ma temperament sa që jom sot. Oke, në këto fotografi? Në këto fotografi, kjo ka qenë fotografi e klasës 2 ose të parë. Nuk e di shumë me saktësi, por e di që Krameja ka qenë edhe mësuesi e mi parë, Ganiu, cilin e përshëndes shumë, edhe kanë qenë ato vitet e mrekullueshme që i kemi pas cili me shokët, me shoqet e klasës. Kam qenë një nxënëse e shkëlqyeshme në atë kohë. Ty prindë e mi janë mësimdhënës, edhe nëse s'kisha dasht, e kom pas gjithmonë mësues në shtëpi, që kanë dashur gjithmonë me qenë një fëmijë që përpiqet me mësu, një sen që e vlerësoj shumë të prindë e mi, edhe që e di që do duhet të ishte ndërta secili, asnjëherë nuk është mirë ndoshta me bo presion fëmijës ose nxënësit që tjetë ndoshta me patjetër më i miri me adhon që atë formë që me undin ndoshta edhe në siklet, se s'po mundet me ja dalë. Po, gjithmonë kemi pas këshill prej anës prindërve që po, mësimet asnjëherë është sa më i mirë që të mund t'jesh, pa tjetër, po të paktën probleme, as edhe njëherë. Domethënë kapacitetin ose potencialin që e ke si fëmijë, ruje edhe paraqite pse jo. Po, në ato soaza sa mundesh. E në pjesën e problemeve s'kam qenë asnjëherë, kam tentuar me qenë fëmijë i mbar, uroj shumë që të kem qenë e tillë, edhe kam pas temperament më tepër se sa që gradualisht me vite kam pas që nuk zgjidh kur gjë, veç e bën nervoz veten, edhe nuk është që mundesh me bë diçka me temperament, po aty ku duhet, besoj që duhet edhe me shfaq. E këto na ndodh në jetën tonë të përditshme, me situatat më të ndryshme edhe në profesion, edhe në përditshmëri, sepse karakterit e njerëzve janë të ndryshme dhe do e mos ta nxjerrin ndonjëherë atë anën më të errët. Çka kujtojnë këto fotografi sa herë që shfaqen ose që i sheh edhe në duar? Po, pikrisht, vitet e shkollës, shoqërinë, që patjetësisht ndoshta pak e kemi lënë ana shlapi, jo me dëshirën tonë asnjëherë, por që është vetë jeta jonë që na drejton kohë të ndryshme, edhe pastaj marrim drejtime të cilat nuk na takojnë në një kohë ose në një tjetër. Fatmirësisht, unë kam qenë shkollën e Xhami Mustafa në Besi, është paralele ndarë edhe me 2 shkolla të tjera, njëra është në Rimanish dhe në Prugovc. E dashja me thonë që një pjesë të madhe të nxënësve të klasës, shokëve, shoqeve, i kam pas edhe në lagje, e me disa prej tyre mbjen edhe me u taku, mbjen edhe me u pa edhe sot, ndonjëherë në linjat e autobusëve, ndonjëherë rrugës. Kështu që i mbajmë kontaktet. Mbajnë edhe kontakte, mbajnë edhe emrat e miqve. Patjetër po, edhe Kush ke mujt mirujt mi majt ta miq, ta shok? Të regam se jeta dinamike e mas një bota televizionit dhe diçka tjetër. E pikrisht to që përmende për botën e televizionit, ajo që kam bon për shtyp i lab është që e shoh. Se s'kemi meq. E shoh, po që ndoshta e mendojnë tash Ardiana ka fillu në rrugtimin e saj televiziv, nuk të njen, nuk të jo, ndodhe kundërta. Për mu, profesioni është thjesht një ëndër jamja, një dëshirë jamja për me e realizu ato. Pjesa tjetër jetësore duhet me mbet e njëjtë, mendoj. Qoftë në edhe nëse del në ekran, edhe nëse i jashtë tikën mendoj që duhet me qenë i njëjtë sepse reflekton. Kështu që edhe mitësia mbetet e njëjtë. Në ekran, rregull, bëje punën tënde, tutje, dilpi kafe, shiu me miq, me ata njerëz që ke kalu kohën goxha të madhe, 9 vite nuk janë pak si në këtë rast në shkollë ku kam qenë këtu, edhe nuk duhet me harru. Nuk po them që mundem sa mundem edhe sa du, as ata, as tonë, po të paktën përshëndetjet e ngrata ashtu që kanë qenë duhet me qenë patjetër. Shumë mirë, tash po më kujtohet ku e pata lexuar diku në një roman ku thuhet, në fakt i thot vajzës së tij një njeri kur ajo don me kanë yll në botën e televizionit edhe i thot që jeta nuk është ashtu që duket, gazetarët, prezantuesit, njerëzit e ekranit nuk janë ashtu që të ishe me shumë drita, ata nuk kanë miq, ata nuk mundin mi besu askujt. E shpesh herë më kujtohet edhe kjo pjesë duke treguar atë. A mendon ti kështu? Që s'kemi miq? Unë nuk mendoj kështu, më fajnë që po e them, sepse mendoj që varet shumë prej individit, prej personit, mënyrën se si është ndërtu, mënyrën se si është rrit, si mendon edhe... Po vetë media ta krijon që media ta krijon ndoshta edhe bindjen
se si të shohin njerëzit. Për shembull, na fëmijë kur kam qenë, kam pa mos përmeni emra se s'po kam dëshirë me t'inglu diçka keq, po ka pas shumë personazhe që na sot i dojmë edhe admirojmë edhe besa edhe ja përcjelli punën, e prej tyre marr nga pak edhe vet. Ndonjëherë kam menduar që ai duhet me qenë veç brenda çasaj kornizës televizionit, edhe ai nuk ka jetë për te asaj, nuk ka as shoqëri që po thotë, as gjë tjetër. Por realisht edhe ai është personi që sapo përfundon fikën kamerat, takohet me dikë të afërt, shkon familjen e tij, çdo pjesë të ditës e ka njësoj sikurse ne që dalim në, domethënë që si një person i tjerë që nuk del në ekran. Është e kuptueshme, po kjo gjithmonë ka tingëlluar edhe ndesh që njerëzit e ekranit nuk kanë miq. E shpesh herë më ka bë me lëvizje dhe mua. Tek fotografia? Kjo është klasa 9 klubi. Këtu kemi pas një shfaqje. Njerëz është që e kam pa këtë fotografi. Jo, nuk e kam shfaq kështu. Kemi qenë në shkollën, prapë në shkollë, atje po shoh prapë mësuesin tim. Edhe një shfaqje në program të shkollës. Gjithmonë dëshira për me kanë në fokus? Këto kam qenë insistuese vetë, tash po e tregoj drejt, sepse kemi pas një vajzë që ka qenë në shkollën tonë, ka qenë shumë e aftë edhe ajo në prezantim dhe ka pas dëshirë gjithmonë me qenë udhëhece, dëshira jonë për me ndru pak edhe personazhin, po edhe me testu vetëm besa, ka bo me insistu edhe me shku vetë, me kërku qysh është mundësia që një prej programeve tona të shkollës me udhëheqon bashkë me shoqen time, se në këtë rast në foto nuk është, po bashkë me shoqen time të ngushtë. Edhe ka qenë ndjenja e parë në dalje kështu, po them para një mase të caktuar. Për të kësaj, mande kemi vazhdu edhe me, si me thonë, njësa shfaqet të tjera, ku ka pas pjesëmarrës edhe ma shumë. Kemi shënu për shembull ditën e demonstratave të të thënitës, aty ku ka qenë edhe tash indjeri Zoti Demaçi, ku patën tregu edhe rrëfimet e ndryshme, ka pas edhe poezi, kemi pas pika të ndryshme ku i kemi shfaq, me një poezi diku 22 strofi ka pas, nëse nuk po e gaboj taman, ka qenë vështirë edhe me mbajt mend, po gjithmonë ajo dëshira ndoshta për me e boq ato që e kom dje, edhe me u shfaq para masës, me kuptu pak ndjenjen. Edhe çka është e mirë, Alabi, nuk e di nëse ka ndodhur te ti, po te unë, po gjë që e çmoj shumë edhe e shoh sot një anë ndryshe, duke qenë një person pak më i ngurtë, ashtu pak më i tërhequr, e kam pas një farë lloj frike, edhe me ngrit dorën me dha një përgjigje të cilën ndoshta unë e kam ditë, po nuk kam guxu. E dalja në këtë formë më ka ndihmu me e largu ato, e tash me profesionin është edhe më ndryshe, sepse jemi çdo ditë para masës. Se cilina ka ndodhur kjo pjesë animohen që këmboj jetën publike. Po, e di. Shumë detaje keni mësuar me thonë të drejtën. E vërtet. Kthehemi dhe flasim rrugën drejt dijes, universiteti. A ka pas dikon që ka qëndru afër edhe që e ke pas një dorë goxhe të rëndësishme për me arrit, se nuk është kur gjë e thjeshtë, e aq më shumë kur të flasim për studimet, është diçka që shpesh herë më kujtohet edhe mua që është e prekshme. Shumë e vërtet, Labi. Pa diskutim prindrit, janë ata që jo vetëm për mu, për secilin edhe secilin intervistë, kushdo që e zhvillon i përmend, edhe asnjëherë nuk është klishe, për mendimin tim asnjëherë nuk është e tepërt për familjarët, për vëllezërit, motrat, kushdo se si i kemi. Ata kanë qenë shtysë shumë e madhe, sepse edhe në fillim për me studiu do të thotë për gazetari kam gjetë në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës. Nuk ka qenë lehtë për shkak se kur e ke dikën ndoshta që ka pas atë profesion më herët, paktën në rrugë të orienton, ose të ndihmon edhe me literaturën cilën duhesh me pas, e keni përgatitje pak më ndryshe. Nuk është që e kam pas dikën, edhe thjesht kam hyrë veç me dëshirën, me vazhdu tutje. Pastaj 3 vitet kanë shku mirë me ato mundësit tona edhe për provimet e gjithçka që i kemi pas, fatmirësisht edhe stafin e universitetit, pra dhe profesor tonë që i kemi pas, me të vërtet vlen me i falendëru jashtëzakonisht shumë që e ndihmojnë jo vetëm gjeneratën tonë, po secilën tutje, edhe mandej ta mundsojnë pak edhe në aspektin praktik. Ata angazhohen që na me e bo një praktik diku, mos me i marrë vetëm atë bazën me mësu përmendsh, po them kështu, po me pa që gazetaria me të vërtet duhet me patjetër në terren me u zhvillu, nëse don me kap tamam thelbin. Gjë që do duhet ndoshta edhe më tepër me shtu në sistemin ton arsimor në përgjithësi nëse flas. Edhe te gazetaria nuk po them që është mjaftueshëm, është kënaqshëm ndoshta, po duhet edhe më tepër. Pastaj vjen diplomimi. Na e kemi pas, unë kam diplomu kam pas mentor profesorin Raman Paqarizi, që e falenderoj sepse pasaj në rrugtimin tim tutje ka qenë edhe një shtys, një mundësi që unë t'jem pjesë e televizionit Koavizionit ku jam sot. Ka qenë kërkesë prej stafit që t'jetë një prej studentëve ose studenteve më të mira që ka konsideru profesori, tash po e them, po e ka thënë edhe emrin, edhe kështu ka vazhdu mandete pjesa e punësimit, e profesionit që deri tash e shfilloj.
E kemi edhe fotografinë tjetër ku Unë po t'i kaloj, ndoshta pak fotografitë me plan, të kërkoj falje, po... Jo, nuk është problem, sepse me thonë të drejtë ka shumë fotografi të cilat ju nuk i keni bë publike asnjëherë, e që unë sonde vlerësoj shumë që ke dashur për mi nxjerr në thuhet. E me thonë ato që gjithmonë ti ke dashur me thonë. Me kënaqësi Lapi, faleminderit. Në emisionet tuaja nuk ka që i thojmë na krejt ato që dojmë. Jo, e vërtet, bila aty ka rezerva më shumë. Mundohemi për me pas edhe rezerva. Pse zgjodhe për gazetari, pse zgjodhe televizionin? Fiks ajo që... Çka shtyri? Shkrimi fillimisht. Zakonisht, ata që e zgjedhin pak këtë drejtim, janë në gjuhë shqipe më të mirë, letërsi pak më të mirë, thurin pak vargje më shumë. Unë kam shkruar zakonisht ese, madje kam një libër Lapi që një fletore që i kam të shkruara edhe ese, po dhe poezi të ndryshme. Prita, që botu që kom botu diçka. Jo, e pata në mend me tregu që e botoj e për ato, edhe insistus ka qenë babi shumë shpesh për me e botu ato, një përmbajtje që nuk mundet me qenë maj mira në botë, unë e di ato, po ka qenë originale, ka qenë e imja edhe e momenteve që i kom kalu në atë ko, ose thjesht një tematik që unë kom konsideru që mund është me e trajtu. Po kam bet veç në sirtarin tim, nuk është pa gjas njerë, i ka lecu prindim edhe njerës të ofert. Prej asaj mandej kom vazhdu tutje edhe kom thonë që po, kjo është drejtimi im, për ndryshë unë edhe matematikën e kom tash shumë Lapi, sepse babi im është matematicient, kom pas shumë dëshirë, po, e kom pa vetën që qaj temperamentit që e thash ma herët nuk kom ka leju, sepse matematika do më gogja durim, edhe paralel me këto. Po e du matematikën me shku me studiu, apo po du gazetarin me dash si profesion të jetës, kom gjithë të dytën edhe sot vazhdoj. Se mbani përshtypje dhe fotografia të cilën ti je shumë e vogël edhe të udhëheq gjithçka, dëshira për me qenë në qendër të vëmendjes pas ka qenë qysh e vogël për me konë dikushin në dritat e televizionit. Po, atëherë po, se... Dhe më dhënë, nuk është ashtu si ç'duket. Nuk është ashtu si ç'duket. Prapë them, do shta veç ajo përmbushja me tregu pak një anë të ëndën që edhe kur je në përballë shumë kamerave, shumë njerëzve, mundesh me qenë qaj personi që e jashtë asaj, edhe me tregu diçka shumë reale, shumë të vërtet në mënyrën tënde, pa pas nevoj me u bo dikush tjetër. Ma shumë do shta ka qenë kjo Lapi. Edhe thjesht sepse në bised, na disa herë kemi diskutu bashk, që ndo një herë televizionin din me qenë pak një lloj gënjeshtre, më falë që po shprehem kështu, por sepse ka persona që... Si të regojnë në kolë të sekretet. Po, sepse ka persona që ndoshta kur fiken kamerat janë komplet tjerë. Ndërka që e japin dritën ma të madhe prej vetës. Me thonë të drejtën na... shpesh herë nuk jemi okej, me disponim jo mirë, jemi të smut nga një herë. Po, tregove vetë rastin tënd, që po, ke qenë me një moment, edhe jo vetëm ty, edhe unë e kom pritur kështu, me shëndet shumë keq, po ty dush me pas parasysh që shikuesi nuk dën me pat anën tënde çka ke hekti krejt në atën, ose s'ke pas mundësi me qenë mirë me shëndet, e kështu me radhë, po thjesht dush me dhënë maksimumin tënd aty ku je. Nëse keni pas edhe ju në momente të tilla, po unë kom prit me zemë krya ime. Po, ka pas plot të tilla. Isha me temperaturë dhe isha çaq shumë lodhën sa që po dashnia dhe dashamirësia dhe respekti për musafirin i të i kaloj krejt ato. Nuk dini si ke pas aty momente të tilla. Po, ka të tilla plot. Unë kam pas një aksident Lapi në vitin 2018-19 aty, edhe ka qenë gati fatal, po fatmirësisht kam shpëtu. Ajo më ka bo që pas një periudhe edhe pse u rikuperova, mora vetën, pata trajtimet krejt të nevojshme, po problemet vazhdonin prap me shëndetin tim, me pjesën e shpindës, e qafës, ashtu si që ndodh me aksidentet zakonshme. Po, ndezej drita e kamerës unë është dasht me qenë gjendjet normale, pa u hetu prej anës së audiencës që ka diçka një problem, se të fundja ishte e imja, nuk është hiq bare e shikusit, sidomos program të mëngjesit Lapi, në momentin që shikusi, po dhe live, nëse ndez televizionin a i ka dëshirë me pa diçka që është ma që rezaton mirë, që një mesazh të mirë, një lajm të mirë, një buzëqeshje, kjo është çka i duhet, e jo tash anën time ose me qenë vrenjtur në fytyrën edhe çka po tregoj atëherë s'po e përmbush emisionin ta. Po, çështjen e aksidentit nuk e keni fol kurrë në mes. Jo, e kam biseduar veç me kolegë, me ata që e kanë ditë realisht edhe për shkak të pauzës që e kam pas, por që prapë po them fatmirësisht kam shpëtu, kam qenë bashkë me prindin tim, edhe gjithçka e kujtoj, nuk kam humbur as vedia as kur gjë në gjatë kohës sa ka ndodhur aksidenti, që është sekonda pyetje, po ata sekonda për në atë situatë duken një jetë tonë shumë e madhe, edhe si gjithmonë, çka vlen gjithmonë me u përgëzu në për këto raste se jemi shumë të gatshëm me
ndihmu edhe me i largu njerëzit prej atij problemi, në atë moment që ka ndodhur aksidenti, automatikisht vargu i veturave edhe autobusit që ka qenë aty është ndalë edhe në qintat e sekondës na kanë nxjerrë prej veturës derisa ka ardhur ndaj policia, ambulanca kështu me radhë, edhe gjithçka ka shku. A ka qenë ky një mesazh për juve? Absolutisht po, Lapi. Se prej që ati momenti, unë ma shumë e kom pas frikën po të regoj drejt për babin. Në një moment, derisa ka ndodhur rrotullimi, se ndoshta po e bëj pak dramatike, po të regoj që shka qenë. Derisa ndodhte rrotullimi me vetur, e dëgjova prindin që është duke folë të më qetësu mu, derisa ku po ndalemi, se të dyshëm me vedije. Momentin kur babi nuk ka folë ma, ne kom pas frikën për ta. Automatikisht e komendu që e humba, edhe ma nuk kom karon mend për vete as kur gjë. Po, kur ndodhi që unë dalëm, bab pështu, që kjo ke fjalia prej ti, edhe për mu ke vet jeta. Nuk mendova ma hiq kur gjë. E pash që jam këmbë, edhe unë edhe babi, edhe gjithë shka ka qenë mandej një jetë kështu e re për neve të dyve. Se në raset e tilla, sigurisht që na mendojmë asnjë se sa shumë është e vlefshme shëndeti, jeta jonë. Gjithmonë, nuk e di pse gjithmonë duhet me ndodhë diçka për me vlerësu edhe me dashur. Shumë e vërtet kjo jetën në përgjithësi. Shumë e vërtet edhe vetës kritikja bëj këto. Se po, ndonjëherë gjyshja jam gjithë ka thonë qohemi pesh për të mirave që i kemi, po nuk dina me i vlerësu, është shumë e vërtet ato që ka i kemi. E gëzon jetën me një mëngjes që ngritësh në këmbë, nis ditën tënde të re, me një kafe, me miqësi, me familjen mas pari, me shkuarjen punë, e krejt këto që na rrethojnë, po më duket sikur nuk e di ka ardhur një kohë që po ndihemi vetë bosh, nuk e di arsyen pse, po duhet ma tepër me i dhanë motiv vetës dhe me qenë falëndërues për gjithë shka që kemi. Përmendje edhe gjyshen, e që jetë pasire dhe regjia na shoqëroi me fotografinë. Kur flasim për gjyshet, unë para pak vitesh unë e humba gjyshen edhe ca herë që shoh gjyshet të tjerëve emocionohem shumë. Tregon lidhje me gjyshen tënde? Edhe unë Labi e kom humbur gjyshen para 3 vjetëve. Po nëse dikush më pyet për fëmirin, e kam të pa mundshme mos me nda këtë fotografi, po dhe të tjerat që i kam e to. Sepse ajo që është formu deri sot, si Ardian, është krejt falë gjyshës time, që natyrisht më mungon. Nëse ma tash i kemi qerdhet, i kemi parashkollort, e kemi mundësin edhe si prind me i dërgu fëmijët tonë, për shembull, për neve në një të ardhme, për diko tjetër tash, me i dërgu në qerdhet edhe në për, do të thot, parashkollort ku mund të me u socializu e krejt, unë kam pas fatin me u rrit me gjyshën tem, prej durve gjyshës tem, edhe është njëri maj rëndësishëm për mua. Me të vërtet, dashnin që din me ta dha një gjyshe, edhe gjyshrit në përgjithësi, nuk besoj që mund të shme e marë. Gjyshja ka qenë non për mu, edhe vazhdon me egzu epitetin e tjilë, sepse nona jam ka punu, vazhdon me punu ende, edhe si 6 muajshe, ajo ka shku në shkollë, në ku jepet e mësim, e me ushqim, me pije, me gjitha, gjyshja jam është kujdes për neve. Mandej prej moshës 2 vjeqare, unë e kom da dhe dhomën me të bashk, nuk jom da as njëherë, edhe në banjat shëruse ku gjyshja jam ka shku, unë jom konë gjithmonë pjesë me to, kom qëndru atje për 10 dit, edhe hiç jo mërzit për kërkon, sepse e kom pas gjyshën aty. Ka qenë karakteristik për to se me të vërtet shumë e dashtun, edhe ka ditë me ju përshtat krejt gjeneratave Labi. Ka qenë i ri, i moshum, ose qka do, edhe nëse të ka taku për herën e parë, ka ditë me të afru, me krejt dashamirësin. Me të bo për vete. Po, me të bo për vete. Kështu që kujtimet ma të mira që i kam me gjyshën i ruj me zemër edhe s'ka shansa me u përmend. As fëmirja jam, as profesioni, as kur gjë, nëse nuk e flas gjyshën, duket që s'kam bo kur që. Si duket se të një prej njesh jemi rrit prej gjyshës. Po të njëjtën gjë edhe unë këtë rast. Sepse gjithmonë më tradhtojnë sytë edhe ikin edhe fjallë kur flasim për gjyshën. Ikja e saj, çka ju mësoi? Kam qenë terren Labi atit, po ajo që ka me thonë është që na u patëm përgatit pak, sepse ka pas një vjeqarin e jetës, do më thonë së fundi, ka qenë me probleme shëndetësore dhe goxhat më doa. Mandej, na e përmendim shumë shpesh që ndonjëherë dikujt nuk ja pret për shkak që është në gjendje shëndetësore të mirë. Gjyshja vetë shkonte duke u lodh, duke u shtërru edhe ma tepër, edhe isha në terren. Shumë interesant është kjo që
me të vërtet e kam ndjetë të tillë çdo ditë, sepse këtu ku jemi në këtë fotografi ka pasur edhe shtratin ku ka qëndruar për një vjet e shtrirë me oksigjen e kështu, edhe nuk ke shans me u zgju prej gjumit pa shku, e kemi ende një derë tjetër ku nuk mundet me pa gjysha, se momentin që më shike do keme majt ma shumë afër, edhe hysha në anën tjetër veç me pa a është në rregull, a është mirë, a është duke marrë frymë, edhe mandej shkojsha në shkollë qetë. Për ndryshe dy vllajtë e mi janë kujdesi jashtëzakonisht shumë edhe mami për ta, i ka pas afër aty, e shkoja në Gjyshja është nga baba? Po, është gjyshja nga babi, po. Edhe a ditë kur gjyshja ka ndrujet nuk e di pse lavi, po nuk kom hy në dhomë, edhe jam sill disa herë, po nuk e di as vetë pse nuk pata mundësin me hy mrenda që të paktën do shta veçat përshëndetin e fundit me marë prej saj, nuk e di është sinjal, është e shkrume që thojmë na, po a ditë nuk kom pas mundësi me hy, kom qenë në teren në shtime edhe isha duke realizu një storje, mandej vllahun ka thirr, ai e duke ardhur afër, thash po, e paka shumë më shkon të mendja se na komunikojmë vazhdimisht për to, thash a është në rregull, tha po mirë është veç ti nëse mundesh, mas 5 minutave veç e mora lajmin që gjyshja ka ndrujet, po duhet me qenë gjithmonë fort, sepse edhe me mbajt kujtimet më të mira për to. Prej të rini direkt ekipa, që falenderoj shumë, ka ndërgu edhe në shtëpi, që me qenë sa ma shpejt atje, edhe me u kryu mandej procesi varimit të gjitha këto, po besom endem duket sikur është bash vendi, se edhe me të më shumët, me pasin të më shumë shpej është gjallëni, është jetë, ka shumë mysafir që vinë edhe për hatër tyre, bere qetë shpia ka shkurë të Shqipë. Sot më duket shumë ende bash, edhe atë dyshin që i themi na ku ullemi, unë vazhdoj me qëndru aty ku gjysha jame ka qenë. E kam pa tjetër me ndërhyn këtë pjesë që kam dëgju një deklaratë ose kolegës tonë në një media tjetër, ku thot që të moshuarit janë barë e madhe. Kjo është deklarata më skandaloze që kom ujtë në herë me një. E vërtet, nuk e pas nga dëgju me të drejtën. Sepse kur flasim për gjyshin, është diçka që nuk smujna as me spjegu ndoshta, edhe me dhanë në media një deklaratë të tillë është shumë e dhimbshme. E që më vjen shumë keq nga një herë që media ose televizion përgjithësi ju japin vëmendje femrave të tilla që japin deklarata skandaloze. Përveç që është e dhimbshme, duhet me pas parasysh shumë edhe ndikimin që mund është me pas të masa me ato që ka e thu. Sepse të dëgjon edhe një ri, se që nështë pikrisht na po e dim sot situata e të moshuarve që është, nuk po thëmë për gjithë, po janë një masë e madhe që janë duke heq, po themi kështu për me pas ofër dikon edhe thjesht nëse jo me i dhonë ndim, me ja qel gojen që thoj, me bo një muhabet, një bisedë, ku edhe këta i bon me undi mirë. Ajo është për mu, po, me të vërtet është skandaloze me dëgju. Skandaloze me dëgju nga një femër që jep leksionen në media, është e dhimbshme, shumë e dhimbshme. Po, edhe për atë, po them, tregova që një vjet gjyshja ka qëndru e pa lëvizshme, karroc ka qenë me oksigjen. A ka qenë vështirë për kujdes, për shkak se nona ime edhe ka punu, po është kthy edhe e ka është kujdes për gjyshën, sikur për nonën e saj, sa që gjyshja dur t'ja ka putanës tam, jam shumë e lumtur për këto, edhe natyrisht nuk e themi që nuk është barë atë aspektin e kujdesit. Po, për ngrohtësim, për dashnin që ta jap, ajo bjen zero me gjithë shka tjetër që mund është me bo për një persone që është familjari joti që t'ka rritë edhe t'ka bo me konë na ditë që t'i donë me konë. Deklaratat të tilla, që shu bojnë më një? Jo mirë, Labi, jo mirë, sinqerisht, që ta po thamë, sidomos se jenë media, duhesh me pas shumë kujdes edhe për ato që e transmeton. Na dhe kur bisedum bashk, thash ndonjëherë mpyete pse ndonjëherë nuk e bo as ndonjë intervistë tjetër ose diçka. Për mua shumë e rëndësishme ndoshta po, pjesa e bagazhit patjetër me ushtu, por edhe kur del me pas një mesazh që ti e transmeton për të tjerët, po fillimisht me e ndje edhe me qenë vetë i tillë, para se me përcjellë si mesazh të këtë tjere që mos me t'inglu që apo e bënd njëtën mas kamerës kur fikën dritat. Edhin duhet me qenë pak, mendoj e dyanshme kështu, edhe në aspektin e jetësor që është ndërtohesh. E kuptoj, po du me të largu prej emocioneve për gjyshen, sepse edhe mu... Bajta. Unë bajta. Kur ka qenë hera parë kur ke dalë në ekran, në cilën media
Se po nduket edhe ju keni lëviz në media, apo jo? Po, në televizion, në Koha Vizion, ku edhe punoj faktikisht ende Lapi, kam fillu në fund të vitit 2018. Po para kësaj, unë kam pas 3 vite përvojë tjetë më herët në portalet që i kemi në vend, kështu që jam shumë falenderuese edhe për mundësinë që më zhdojnë për secilën prej tyre, sepse në secilën ka marrë nga pak edhe mësim të gazetarisë, pikërisht po, edhe në mënyrën e sjelljes ose qasjes në kolektive, më të vogla, fillimisht kur dola në Koha Vizion kemi qenë një ekip shumë e madhe, vazhdojmë me qenë të tillë. Me datën saktësisht në thamë mundë me gabu, po në shkurt të vitit 2019 e kom pas paraqitjen e parë në ekran si moderatore e programit Mëngjesit. Për mu ka qenë besim, Lapi, sepse për një periudhë shumë të shkurt, veç kam ri për me qenë në program të Mëngjesit, edhe natyrisht që edhe televizioni nuk e ka bashkë të letë, ose të kollajt me donë hapësirë. Për kushtimi puna ka qenë disiplina mbi të gjitha e punës, mendoj që duhet me qenë kryesore, duke fillu prej respektimit të orarit e tutje, po një emocion shumë i veçantë, edhe shumë, si me thonë, e di që veç jam skuqin këtë pjesën këto, e mira është që ekrani nuk e len me depërtu krejt të audienca, nuk e shfaq, se na e shohim edhe të personat që intervistojmë, do njerë thonë më ka dridhë zoni, ose jam frigu shumë, nuk je vrejt, se kur e shaj linkun në fund, e shaj që s'ka pas të boja ty kur gjë. Që është e përgjithësia. Të përgjithësia, pikërisht e përgjithësia është. Moment që kallën këto dritat e mdoja të kamerave, normalisht nga i këpilli. Pa tjetër po. Mande një rol shumë të madhe ka pas edhe regjia, vazhdon me pas, një cikur se edhe të ti besoj. Edhe disponimi tyre shumë dikon të mënyra që shna paraqitemi. Aq ma tepër kur jemi fillestar, kur nuk e harroj Albert Vokshin, po e përshëndes për këtu kolegun ton realizator në Intercom, që na flasin zakonisht në vesh, na ndihmojnë e kështu me radhë, edhe për skenaret. E di që veç më ka thonë, Ardion, mirë je, vazhdo të lutem, vazhdo, mos u streso. Kështu që ai zo për ka qenë live, apo jo? Live ka qenë, po, edhe vazhdojnë kështu me qenë i tillë, ka qenë 3 orë, prej orës 7 deri në orën 10. E kjo mandej të bën pak ma me frikë, ashtu me përgjithësi, mos po gaboj dikon mirë, një intro e thash mirë, u kry, po tash vinë tjerat. Po, ja kemi dalë me ato mundësit tona, me atë potencialin ndoshta sa do të vogël që kemi pas në fillim, po gradualisht me punën, me përvojën, mandej mëson disa gjëra që si ke ditë edhe gabimet të kalumës si bën tash. Momenti më i sikletshëm në ekran si i ka qenë? Sikletshëm. A ka pas momente? Po sigurisht ka pas, ndoshta Lapi, po e mendoj, nuk po din ndoshta me e theksu ndonjë. Sikletshme veç mundem me thonë me musafir që ndoshta ti e bën një skenar, e bën një lloj disa pyetje orientuese kështu për bisedën që ti e ke, po ke dëshirë me lënë mandej të lirë me rrjet. Edhe na kryesisht janë profile të ndryshme të programit Mëngjesit që i ftojmë, kjo na bën atin me pasi një lloj njohurie kështu, qoftë edhe si përfaqësore, po për gjithë alamit nga pak. Kur përgjigjet janë më se të shkurtra, edhe ose janë përgjigje që me të parën ti kryn krejt. Kjo është edhe më e sikletshme. Kjo është pak më e sikletshme, për çdo tash më fal që po ta aprish ndoshta edhe rënditjen e fotografive kështu, po sigurisht ka ndoshta edhe ndonjë tjetër ku nuk nihesh rehat ose diçka e tillë, po ndonjëherë siklet, cila ka qenë momenti? Siklet. Mos me tonë musafiri momentin e fundit. E po, shumë e vërtet. Njërë që ma kujtove se bashkë këto jenë ma të shpishtat që ndodhin, po apëshen moment nuk të kujtohen. Po, ka raset të tila, thash, prej orës 7 deri në orën 10, programi Mëngjesit 3 orë, me imbulu duesh me pas edhe një ekip goxhat madhe, me prodhu storje, me pas njerëz, po, mësafirt, e kështu që i thirë. Na e bojmë, zakonisht funksionan sot për nesër. Nuk mundesh ndryshe se përfshim pak edhe aktualitet, kështu që na nuk mundem e ditë që ka ndodhë pas 2 ditëve, po sot për nesër e përgatit gjithë shka. E ka ndodhë kjo, të ka thirë, ose të ka thonë ka mbetë në kolonë, mandej ti i detyrum me folj, me shku duke nga dalësu të foljurën, së në foli pak shpejt, e di, edhe me nga dalësu të foljurën, që me kap minutajën ma tepër, shikus nuk e din se sekundi televizion. Jom kureshtar me ditë qa ke folj, qa ke laboru, qa ke thanë. Që kjo është e çuditshme shumë se, po, zakonisht e shfrytëzoj rastin hyjtë e portali, është si lloj shpëtimi ashtu, ose ndajmë ndonjë informacion diçka që kemi pa dje, qoftë nga skena showbizit, ose çka do tjetër i promovojmë rrjetet sociale, hajde po shohim dikush një këngë tre kush e ka qitë, i shohim ndikimet, se ta shto sekrete, po i them të ti, po ka shumë që forma se si nxjerremi, po disi ja dalje mandej, edhe po, ka ndodhë që s'ka ardhë edhe heq, tash që ma kujtove një, nuk po e them me emër, ai mysafir e di, ka ndodhë që
Po, po, ka ndodhë që e kemi, të më thonë, jemi sakcu, e kemi dakordu për kohën, për gjithë shka, 10 herë telefon e kom thirë, nuk më është lajmëru fare. Kam qenë në lidhje të drejt për drejt, po, është i fushës sportit, ka që mundë me thonë, dhe nuk është lajmëru fare. A u lajmëru mas një? Jo, me mu nuk e ka pas as pa kontaktin, ma ndej me kolegët e tjera që do njëherë... me thonë që nuk po mu i me arë. Pikrisht po, dhe kjo jo vetëm me një personazh, po tash më bje mend edhe me një tjetër, dhe ajo që shpesh e mendoj edhe me kolegët, ma ndej, mendoj që personave të tillë vetëm duhet me pas një rast shëndetësor, një rast urgjence, një rast që ndoshta s'ke mujt me mbrim kohë, po bile në telefon lajmërohu ose trego se mund me bëni zgjidhje tjetër ose çka do të qoftë. Edhe në momentet të fundit, sado që është problem, po mos me hap telefonin fare për diçka që ti je dakordu, mendoj që është mungesë korrekcie. Edhe të nesër nuk kisha pas dëshirë as kolegët e mi, po as unë me i ftu. A e fton më atë personazh? Unë jo. Asnjëherë? Unë jo. Nëse tash nuk mundë me thonë se janë në televizion nuk pyet na unë. Kuptohet që janë ato hierarkitë që duhet me respektu. Po, edhe nëse është për shembull personi një institucioni të caktuar që ti s'ki çore pa e thirr kur vjen pyetje çaj institucion, normal që s'mundesh me thonë jo, po pa ja përmend nuk e lo. Që sonte ki rast. E thash për ty mirë është. Tash të gjitha kamerat janë për ty. Pra pa kamerave. Po, jo nuk po të kërkojoni emër, se në thuhet nuk flitet për të tjerët, flitet për juve, por që këtu raste për një na bojnë edhe konfuz. Tash na kështu kolegë na ndonjë me shumë gjëra me thonë drejtë. Kur flasim për kolegët, për media në përgjithësi, sa ke pas mbështetje nga kolegët? Me sa e di nuk e pas në farë mbështetje të madhe. Ndoshta pak edhe vet e fajsoj veten në disa raste se jemi mësu pak ajo egoja jonë me depërtu vetë, me ecë vetë, edhe kur s'kom ditë diçka... Po gjithmonë vetëm nuk mundesh. E vërtet, po, edhe kur nuk kom ditë diçka për shembull, krejt në fillim, jo mundu me vjedh, veç mos me kërku ndim. Kjo nuk është e mirë, e di, po në disa raste ndoshta po se të kajlit. Ndoshta pak të kajlit e kështu. Veç në fillim, çka e bisedum bashk, kisha pas shumë dëshirë se sot e shoh vetën kur vinë kolegë të ri, kolegë të reja që bëjnë pjesë në Koavizion, pra në televizion, sinqerisht pa asnjë lloj interesi ose asnjë, si me thonë, as me shiku shtrembër ashtu pse, se riskun e ka se cili të vetën e ka të caktum. Edhe nëse unë kam dash dikur televizionin, është dikush tjetër që sot po e don, edhe ka nevojë për një ndihmë, ka nevojë për një këshill prej asaj që e di. E kjo në fillim më ka mungu labi. Pse? Nuk e di, është çështje karakteri personit, në fjalë që kemi pas edhe në udhëheqje, apo nuk e di cilat kanë qenë motivet, arsyet, prapë unë jam shumë falënderuese, se prapë po them kam arrit me i kap disa gjëra edhe në aspektin teknik, përveç në fushën tem, edhe në aspektin teknik të mirës së realizimit. A ke arrit me kuptu pse ka ndodhur? Që kjo jo për flasje, po nuk e di me saktësi, unë kam pa, mandej, kur e kam pa një sjellje në të përgjithshme kështu, jo vetëm ndaj meje, por edhe të tjerëve që kanë ardhur, atëherë kam mendu që ka të bëj me personin aty, edhe e kam lanë, nuk kam vazhdu, unë veç nuk jam dakord nëse të vendosin, si me thonë, bariera, pa arsye, pa nevoj, nëse s'po mundesh me ndimu, bile sherë mos bon, a këtë rast ju ka bë sherë? Me këto, kanë tentu, po mirë jemi. Ju ka bë sherë? Sherë, tash në kuptimin sherë ta manjohë, prapë se prapë po them, ndima ka mungu, ajtë sa ndoshta është tonë edhe emri që vlen ose zvlen për punë, këto janë detaje ndoshta imcina cilat veçëm kanë ndimu, ta njerëz na bojnë me hyp në shkallë shumë ashtë më doja. Tregon ku është gazetaria sot? A u degradu? është degradu labi, ndoshta për shkak edhe të rrjeteve sociale me të madhe, për shkak të mundësisë që sot me posedu një mikrofon secili prej neve, që edhe vetëm po e qesi jashtë medias ku jam, po thjesht si një person që e duhet dhone me u shfaq, unë tash po them se ndoshta dëshira e qati personi ka qenë me një televizion caktuar, po rrethonat, sido që tjetë s'ka arrit ndoshta, edhe po, është degradu, kisha me thonë, duke përfshin ndoshta prej temave që i diskutojmë, unë jam shumë pro temave që edhe ti ke nis vet labi për bullizmin. Bullizmin bile fjallë janë që sitë s'kom dëshirë me e përmen, po faktikisht na po balafaqojme me to. E sjella këto e bona trend. Realisht, po mirë ke bo se e kemi pas shumë herë, shumë gjenerata dhe para neve e kam përjetu, po nuk kanë ditë asë me shfaqe, nuk kanë ditë asë qka është në realitet, asë e kanë ditë që ndoshta një
ngacmim që ti po e bën, të tjerë kanë qesh, po nuk e kanë ditë që ti qatë person një duke e lëndu. Me këto mirë ke bë që e ke tregu vetën edhe si aktiviste dhe ke luftu një gjatë tillë. Për këto tema jam shumë pro që vazhdojnë me u bë. Po për tema cilat s'ka as interes, për shembull audienca, nuk e di. Unë për vete nuk e kisha marrë as përgjithësinë, ndoshta se as pyetje nuk di me po për një temë të caktuar që nuk nxjerr mesazh ose nuk nxjerr lajm ose thjesht informacion që i shërben edhe një zonjet më shumë, edhe një zotriut më shumë që është duke na dëgju, edhe çfarë do profesioni tjetër që ka, është në shtëpi e ka lëshu televizionin edhe ka pse me të ndëgju ose me të ndjek. Tash mos tiki për pyetje që është shumë e rëndësishme. Kush është modeli më i mirë shqiptar, gazetar, prezantues? A ke dikon? Kemi shumë. Gjithçysh po duam me ditë këtë pjesë. A ka një model? Më pëlqen Mira Kazhani shumë. Okej. E përcjelli shumë, edhe mënyra se si ajo e bën ndërlidhjen edhe të bisedave dhe të zgjedhurit që i ka pra për bashkëbisedues, më pëlqen ai personazh shumë, po kemi tepër në Kosovë? Në Kosovë. Ta marrë në jamër. Tash pak po do na me mendu ka edhe showman, pse jo? Për shembull Besim Dina. Ato do shta edhe me Besim Dina është që nuk është konsumu alo në ekran. Vetë fakti që është original edhe që është i tillë, që din me e bo edhe audiencën që e ka aty afër, po edhe personin që e ka bashkëbisedues me bë me undi shumë familjar, mënyrën se si e transmeton, po pajton plotësisht. Edhe jam rrit me krejt emisionet e tij që i ka nuk e di nëse ka në emision që nuk e kam shiku, madje tash edhe platforma e YouTube-it e mundson këto, shpesh kam kritika edhe prej vëllezërve, oksigjenin tash. Po me të vërtetë merr shumë se e dim që edhe kuizet e gjithçka që i ka bë kanë qenë shumë informuese dhe komplet me familje mundesh me shiku pa as edhe një problem. Shumë mirë, të tjerë nuk ka. Që ti ndjek edhe që e shet që dhe merr diçka për ka shumë sigurisht. Të mira e theksove. Po, mira po, më pëlqen shumë. Ka edhe të tjerë sigurisht edhe thash edhe më herët prej secilit nga pak kur i shikon emisionet që ka pas prej fëmijë kur kemi qenë, me të vërtetë mundesh me marr një lloj modeli edhe me integru të vetja, po duke qëndru ai person që je pa u duk ashtu shumë që po merr kushtimisht, se profesion me vjet nuk është hiç keq. Thjesht duhesh me ditë në aspektin e mirë dhe me e bo natyral ashtu siç je vetë. Ardiana, sonte ka qenë intervista më interesante që ke mujtë me dhënë ndonjëherë? Faleminderit shumë lab për mundësinë që ma ke dhënë, me të vërtetë u niva shumë mirë, edhe po. Është e tillë sepse e bëm vetë fakti që më ke zgjedhur si profil për me fol për veten, nëse herëve të tjera gjithmonë kemi diskutuar edhe për çështjet punës, ose kur të kam pas ty ke fol për aktivizimin tonë, lloj-lloj aktivitetesh që ti vazhdon me i bë, atëherë sot ke shumë ma e veçantë për mu, edhe po ta mundësi me fol pak edhe për aspektin familjar, edhe për njerëzit e mi dashtun që gjithmonë i kam krah, edhe për dashnin ndaj profesionit që uroj të jetë e tillë, sado që mundet me qenë ndonjëherë e lodhshme, mendoj shumë që tu për shumë vitet tona me dhënë ato çka unë mendoj se mundem përmes platformave të ndryshme, përmes emisioneve të ndryshme që nuk janë tash veç pse kam nisë me program të mëngjesit edhe me emisionin Jeta, po në një të ardhme sigurisht që do të kem mundësi ndoshta të realizoj edhe diçka tjetër. A synon formate edhe më të mëdha? Po, edhe uroj shumë që do të arrijë me bë një të tillë, që mundet me qenë, si me thonë, paka shumë e kemi po për mesazhet që drejton edhe Arbana Osmani me emisionet e saja, e që me të vërtet ka bë buj me shumë programe e platforma që i ka pas të tilla, mundet me qenë diçka e një natyre të tillë, edhe që ndihmon, pse jo. Kjo është mision, profesion i përbashkët të dyja të bashkë që a e ke në proces? A është proces që ta nxjerrë në thuhet? Në proces nuk është tamam kështu duke u zhvillu, po është plani, është ideja krejt, po tash sa zbatohet e tutje, po mbes veç me elon me kohë edhe me shiku sa do t'ja dalim. Sepse ti e din vetë në televizion nuk është hiç e lehtë, është punë zinxhirore aq e madhe sa që shkon hap pas hapi gradual edhe me po që nëse e nxjerrim një produkt, ta nxjerrim tamam të mirë. Shumë mirë. Edhe pse me emisionin që je Jeta ka shumë shikueshmëri dhe është shumë i ndjekur edhe vlerësohet shumë, me thonë të drejtën. Kështu që unë ju përgëzoj shumë. Ju e dini se që është minutazhi i televizioneve, e me thonë të drejtën kisha dashur me orë me fol me juve, por që nganjëherë janë disa struktura të cilat ne duhet me lëshu studio. Patjetër, kush më mirë se sa njëri tjetrin mundem me kuptu, labu nuk kënaqa shumë. Edhe për mu kënaqësi shumë e madhe, kënaqësi edhe sa herë që të shoh në ekran, se unë ndjek edhe emisionet e kolegëve, edhe televizionin, kështu që jam shumë falendërues gjithçka që po i jep televizionit apo medias. Kisha dashur një këshill për fond për krejt që duajnë, të vlerësojnë, por edhe një këshill që të buron për shpirtit për gjithë ata që duajnë me ndjek rrugën e televizionit.
Patjetër Ju jeni mësuar me kamerat, gjitha kamerat janë në publicitet. Vazhdimisht po e shikoj këtu drejt. Okej. Faleminderit shumë për krejt shikues të e thuhet, po i përfshi gjeneratat e reja që vinë në ardhje në gazetari, ndonjëherë kur po ka mundësi me realizu storje, ku po i takoj shumë vajzat reja që janë shkolle fillore ose e mesme, ato po e shprehin gatishmërinë dhe dëshirën për me u bë pjesë e gazetarisë dhe automatikisht interesohen, pyesin çka duhet, çka s'duhet e kështu për gazetarinë edhe gjithmonë them vetëm dua jeni shumë profesionin, se në fillim krejt kohën me labin e përmendëm që po të shteron, sepse i vazhdimisht produktiv, dush me mendu sot e përfundove ditën, po çka nesër, krejt java të shkon kështu, të shkon edhe vikendi, besa duke mendu për javën që vjen, jetë personale ka më pak, kjo dihet, sepse dush mja kushtu punës, po vetëm mos të bëjnë asnjëherë kompromis me atë që ndoshta dikush tjetër e kërkon, e që ti duhesh me ju përshtat jo, qëndro vetja në atë profesion që e ke zgjedhur, sidomos në gazetari po flasim, edhe këtu vjen ndoshta edhe te një format që përmendëm për emision, nëse të jepet një diçka që ti nuk e ndjen, ki me reflektua ato. Ma mirë është me kriju diçka që ti mendon se mundesh me dhënë kontributin gjithmonë në përputhje dhe me politikat redaktoriale të atij televizioni ku je, kështu që kompromis mos bëni me asnjëherë atë çka kërkohet që ti nuk e ndjen veten mirë, edhe thjesht duajeni shumë profesionin që ju e doni edhe që keni menduar me zgjedh qysh herët. Për mua ka qenë shumë kënaqësi sonte dhe shpresoj dhe uroj që këtu intervistat të shtohen sa më shumë prej kolegëve në mediat e tjera, sepse është shumë e rëndësishme që pavarësisht ku punojmë, pse punojmë, çka punojmë, që jemi të bashkuar dhe të japim mesazhet që i duan kësaj shoqërie. Nëse na japim mesazhe gjithmonë se si duhemi me qenë të bashkuar, duhet me qenë na kryesorët edhe të parë. Falenderoj ty shumë Labi që ke zgjedhur me pas pjesë, edhe t'uroj që thuhet të rritet ashtu siç edhe e ka vlerën edhe e meriton si çdo herë tjetër. Faleminderit për një. Kënaqësi shumë. Atëherë të dashur miq, besoj që ju pëlqeu bashkëbiseda jonë. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.